Tirana mirëpret samitin e 6 të Komunitetit Politik Evropian, një ngjarje që zhvillohet për herë të parë në një vend të Ballkanit Perëndimor. Samiti do të mbahet në sheshin Skënderbej, ku do të marrin pjesë liderët e 47 vendeve europiane së bashku me drejtuesit e institucioneve më të larta ndërkombëtare. Mes tyre do të jenë kryeministri britanik Keir Starmer, i cili mbërriti një ditë më parë në kuadër të vizitës zyrtare, kancelari gjerman Friedrich Merz, presidenti francez Emmanuel Macron, kryeministria italiane Giorgia Meloni, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, kreu i NATO-s Mark Rutte, presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky. Kryeministri Edi Rama do ta nisë ditën me një sër takimesh dypalshe që i paraprim punimeve të samitit. Ai do takohet fillimisht me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte dhe më pas me kryeministrin spanjoll Pedro Sanchez. Në total, Rama pritet të zhvillojë 10 takime me homolog të ndryshëm europian, përfshir kryeministren italiane Meloni, presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidentin turk Erdogan. Samiti do të bashkëdrejtohet nga kryeministri Rama dhe presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Tema e samitit është Europa e re në një botë të re, unitet, bashkim, veprimi i përbashkët, ndërsa diskutimet do të përqendrohen në 3 tryeza trumbullakta që do të trajtojnë çështjet e sigurisë, konkurrencës ekonomike dhe fuqizimit të rinjve përballë sfidave si lufta në Ukrainë, mbrojtja europiane dhe transformimit teknologjik. Punimet e samitit do të përmbyllen me një konferencë për shtyp të përbashkët mes kryeministrit Rama dhe homologes së tij nga Danimarka, Mette Frederiksen, vendi ku do të mbahet edhe samiti i radhës.